بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, ashtu si që meriton ai Jalla Jalalu. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E ne lutsemi Allahun e lartësuar që edhe ne të jemi pjesë e atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ne falenderojmë Allahun azza wa jall që na ka dhënë mundësinë e jetës dhe na ka kriju në mënyrë që me njoft atë, për arsye se kjo është prej mirësive të mëdha të Allahut të lartësuar, që neve na ka kriju dhe na ka bërë krijesa të nderuara, për arsye se thot në Kur'anin famlart Zoti Jalla wa Ala: "Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura." Allahu Jalla wa Ala në surën Insan, surën e njeriut, thot: njeriu një kohë të gjatë, shumë të gjatë, lam yakun shay'an madhkura, s'ka qenë i përmendur fare te Zoti Jalla Jalalu. Në kohë e gjatë veç Zoti e din sa ka qenë prej krijimit të tokës dhe të qiejve dhe të planeteve dhe të krijesave tjera prej melajkeve dhe prej xhenëve. Ka kalu kohë e gjatë të Zoti, insani lam yakun shay'an madhkura, s'ka qenë i përmendur fare, hiç s'ka qenë renditeve. E Zoti Jalla wa Ala na ka kriju dhe na ka nderu, sepse kur e krijoi Ademin alayhi salam, njeriu e parë, babën e njerëzimit, e krijoi në formën më të përsosur: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Thot Allahu Jalla wa Ala, ne e krijuam njeriu në formën më të mirë dhe më të përsosur, dhe e la ashtu dhe të krijuar, sepse ne jemi të krijuar prej dheut. Dhe jo sigurisht që ne kanë mësua në teorinë e Darwinit në biologji që njeriu ka prejardhur prej majmunit ose prej krijesave tjera. Kjo është një teori të komunistëve dhe të ateistëve dhe nuk kanë të bëjë asgjë me realitetin, sepse Zoti Jalla Jalalu në Kur'anin famlart na tregon që njeriu është i krijuar prej dheut. Dhe Zoti Jalla wa Ala e krijoi prej dheut Ademin alayhis salam dhe e la ashtu pa shpirt 40 vite. 40 vite e la ashtu pa shpirt. Melajket kalonin pranë tij, gjithashtu dhe Iblisi alayhi la'natullah kalonte pranë tij dhe shikonte, u interesonte për neve si krijesë. Çka po don me kriju Zoti Jalla Jalaluhu, një krijesë tjetër, mos po don me na nxon vani, më shumë e mirë se na. Filloi një lloj bisedet e melajket e Zotit Jalla Jalaluhu, se thonin me vete melajket, disa prej melajkeve, sa do që Zotit krijon krijesa, prap ne do të jemi më të ditur, do të jemi më të afërt me Zotin Jalla Jalaluhu, dhe do të jenë më të mira. Ndërsa Iblisi alayhi la'natullah, i cili ishte adhurimtari i madh i Zotit Jalla Jalaluhu, mirë po kishte në mbrëmsinë e tij mendjemadhsi, kibër, i cili ishte prej xhenëve, thonte nëse më jepet mundësia, do të shkatroj, thonte vetëm me veti, po Allah e dinte çka po shpërit në zemër. Hala po ja dhon shpirtin Ademit alayhis salam. I thonte nëse më jepet mundësia, do të shkatroj. E kur Allahu Jalla wa Ala ja dha shpirtin Ademit alayhis salam, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
Allah ju tha me lajkeve që në tokë, në këtë tokë që ne jetojmë, po e vendosi një me këmbës. Po e vendosi një njeri me këmbës timin tokë. Khalife, njeri i cili vjen njëri pas tjetri, gjenerat pas gjenerate, do udhëheq botën gjenerat pas gjenerate. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Azza wa Jall e tregon dialogun që ka bërë me melajket në surën Al-Baqara, në faqen e 4 të Kur'anit famlar, që ne se lexojmë. Melajket i thënë Zotit, o Zot, të krijon një krijesë e cila ka me bë fesad në tokë, ka me bë çrregullime në tokë, ka me derë gjakun në tokë, ndërsa ne thot të madhnojmë, të adhurojmë, sepse melajket janë krijesat Zotit që i ka kriju prej dritës, të cilat nuk kanë gjini, e adhurojnë Zotin Jalla wa Ala, ashtu siç e meriton ai, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, i kryjnë urdhrat e Zotit me përpikmëri. Shtrohet pyetja, si e ditën me lajket që njeriu ka me derë gjak, pa u kriju fare heq? Si e ditën me lajket që njeriu ka me bë vrasje, ka me bë vllavrasje, ka me bë luftra, si e ditën? Arsye se e gjenet kanë jetu para njerëzve në tokë, thuhet me vite, dhe kanë pas gjini, sikur se njerëzit kanë pas epsh, kanë luftu për pushtet, kanë bë derdhje gjakut, kanë bë fesad tokë. Zoti Jalla wa Ala ja u mor primatin e të shendurit me këmbës të Zotit tokë dhe ja dha Ademit alayhis salam. Për këtë dhe detin me lajket. E Allahu Jalla wa Ala ju tha me lajkeve, inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë e di atë që ju nuk e dini. Unë e di atë që ju nuk e dini. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يا الله عز وجل Ademir عليه السلام pasi që ja dha shpirtin dhe e bëri krijesë, e bëri njeri, e bëri të parin e njerëzimit, allama Adama asma'a kullaha, ja mësoi të gjitha gjërat Ademit عليه السلام. Njeriut, ja mësoi të gjitha gjërat, prej emrave, prej gjysandeve, prej emrave të sandeve, prej emrave në tokë, se çka do të thotë kodra, çka do të thotë lumi, çka do të thotë druni. Gjitha këto njeriu nuk i dinte, ishte ignorant. Zoti ja mësoi. Ja dha mendjen, ja dha intelektin. Ja mësoi emrat e melajkeve. E ju tha melajkeve Zoti, "Anbi'uni bi asma'i haula." Tregomni tha emrat e sandeve që janë në tokë, edhe që janë në qiell. Melajket çka thanë? La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thanë o Zot, na nuk kem dije, melajket. La ilma lana illa ma 'allamtana, vetë se çka na ke mësuar ti. Innaka ant al alim al hakim, ti je Zot i gjithditur. Al hakim i urt. Melajket nuk ditën ato që i diti Ademi. قال الله عز وجل tha Ademit, قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Tha Adem tha tregoja me emrat. Tregoja me melajkeve emrat e gjysandeve. Bohum mësuesi melajkeve. Melajket nxënësa të Ademit alayhis salam. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Kur ja tregoja Ademi alayhis salam gjitha emrat e tyre, edhe emrat e melajkeve një nga një, dhe ju tregoj gjësandet duke qenë mësuesi i melajkeve, Allah Azza wa Jall ju drejtu melajkeve dhe ju tha, a nuk i kom thani juve që inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard, unë i di të fshehtat e qijeve dhe të tokës, edhe di atë që ju e çfaqni haptazi, edhe atë që e fshehni brenda, që e përshpëritni në veten tuaj, që thoni që sado që krijon Allah Azza wa Jall krijesa prapë do të jemi më të mirë dhe më të ditur, e Allah Azza wa Jall i sprovoi muna atë pikë të cilën pretendonin që janë të ditur dhe i tha, tregoni emrat pra.
Për këtë arsye me lajket e Zotit të dashur vëllezër, çdo vend ku mësohet për fenë e Allahut, çdo vend ku mësohet dije, ku ka mezhlis të dijes, ku merret dije për hir të Zotit xhalla xhelal dhe mësohet feja e tij, janë prezant. Prej atij momenti kur ju është bë mësues Ademi alayhis salam, e kanë kuptuar vlerën e dijes, ja din vlerën kërkuesit të dijes, atij që ka dije, aty që mëson njerëzit për fe dhe për din, që mëson rrugën e Zotit, edhe marrin pjesë në çdo mezhlis ku përmendet Allahu xhalla wa ala, në çdo xhami ku mësohet feja e Zotit, me lajket vetë se i rrethojnë me krahët e tyre deri në 7 qiell. Për arsye se ja din vlerën atij që ka dije. Sepse vetëm një herë falen pa dije, vetëm një herë. Dhe mos kanë fol kur. Kur me lajket nuk kanë fol pa qenë të ditën. Sa mësimi i madh është për neve besimtarve që ose duhet me folën mirë, ose duhet me hesht. Ose duhet me folë me pas dije për diçka, ose duhet me hesht. Sepse pastaj Allahu Azza wa Jall i urdhëroi me lajket që t'i bëjnë nder Ademit duke i ra atij në sejdë, në shaj respektin, jo në shaj adhurimi, për shkak të dijes, të ilmit, të vlerës të Zotit xhalla wa ala që ka Ademi alayhis salam. Sikur na bëj ke Zoti që t'i porulemi sa herë që gabojmë dikujt tjetër, e ju Zoti xhalla wa ala, dhe sa herë që flasëm pa dije, kishme menaj vetë sejdë. Se na shpesh folëm pa dije. Shpesh flasëm pa dije. Shpesh i qasim i gjërave pa dije. E Iblisi alayhi la'natullah nuk i ran sejdë Ademit alayhis salam në shaj respekti. Dhe Allahu xhalla wa ala i tha, unë të urdhrova dhe ti refuzove. Atëherë i tha Iblis, ti i tha Iblis, ti je shejtan. Shejtan gjuhën arabe shatane është ba'ude, është largu nga rahmeti Allah. Shejtan do të thotë rrjedh nga fjala shatane, që do të thotë ba'ude, është largu nga rahmeti Zotit xhalla wa ala, rajim, i larguar nga mëshira e Zotit. I larguar nga mëshira e Zotit. Allah e largoi nga mëshira e tij. E largoi dhe i tha ti do të jesh në xhenem se kundërshtove urdhën e Zotit dhe gjithë ata të cilët pasojnë ty. Dhe i tha zbritni në tokë, aty tha keni me jetu, në të keni me vdek dhe prej saj keni morin gjallë. Edhe Zoti xhalla wa ala Ademit alayhis salam i tha do ta dërgoj udhëzimin. Do të dërgoj pejgamber tek pasardhësit e tu, njerëz të cilët e pasojnë rrugën e drejtë, njerëz të cilët ta tregojnë navigacionin mu kthy te ai xheneti për të cilën në të cilin je kriju dhe prej të cilit je dal. Për shkak të Iblisit, sepse kur dul nga xheneti Ademi alayhis salam dhe po shkon tokës, po shkon drejt tokës ta o Zot. Nëse unë pendohem, nëse unë i bi pishman, nëse unë mundohem me bo vepra të mira, a kthehem prap në xhenet. وعلم آدم ثت الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله عز وجل ثت në surën Al-Baqara, në ajetin e fundit të faqes 4, thot Allahu xhalla wa ala, Allahu ja tregoi Ademit alayhis salam rrugën e pendimit, mënyrën se si më u pendu, fjalët të cilat ai duhet me i thonë. Dhe i tha, sigurt e ki rrugën e kthimit për në xhenet. Vetëm ai përmbahesh asaj të cilën Zoti xhalla wa ala do e dërgoj në tokë. Armiqësia e njeriu me Iblisin, me shejtanin është pe fillimit të krijimit. Dhe Allahu xhalla wa ala pas Ademit alayhis salam i udhëzoi njerëzit në rrugën e drejtë, ja tregoi rrugën e drejtë. Njerëzit qenë të udhëzuar, qenë të drejtuar për 10 shekuj me radhë. Për 10 shekuj me radhë. Pas 10 shekujve Iblisi alayhi la'natullah i devijoi nga rruga e Zotit. I devijoi nga rruga e Zotit. Nuk nalet ai. 1 shekuj, 2 shekuj, nuk nalet ai, sepse është armiqësi e madhe mes neve dhe tij. Pas 10 shekujve Zoti xhalla wa ala dërgoi pejgamber, e dërgoi Nuhun alayhis salam, në mënyrë që t'i kthej njerëzit prapë në rrugën e drejtë. Pas Nuhut alayhis salam thu gjithashtu që kanë ekzistuar 10 shekuj në rrugë të drejtë. Pas 10 shekujve Allahu xhalla wa ala
Prap dërgon pejgamber Hudin, Salihun, Ibrahimin. Pastaj dërgon Ismailin, Jakubin, Ishakun, Yunusin, Musën, Isaun, e kështu me radhë. Në fund Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu xhallahu wa ala na I ka tregu 24 pejgamber në Kur'anin fanlart. Ndërsa I ka dërguar 124.000 pejgamber në këtë tokë që ne jetojmë. Sepse Allah azza wa jall pas Nuhut alayhis salam kur devion e dërgoi Hudin, pastaj e dërgoi Salihun, pastaj dërgoi Ibrahimin alayhis salam, si baba I pejgamberëve, që është pas tij rrjedhin të gjithë pejgamberët e tjerë. Pastaj e dërgoi si pejgamber I madh Musa alayhis salam. Ku ka pas debate ndhaja me faraonin rreth rrugës së drejtë, sepse duhet të ndahen njëherë për gjithmonë e vërteta dhe e kota. Kur devijuan nga rruga e Zotit, pasues të Musaut alayhis salam, Allahu Jalla wa Ala e dërgoi Isaun alayhis salam si pejgamber. Dhe I tha, unë jam pejgamberi I Zotit, pranonëm se I dërguari I Allahut dhe e vazhdojmë rrugtimin ashtu siç e ka vazhduar babai jon Adem alayhis salam. Mirë po jehudët që ndihen sot si pasues të Musaut dhe thojza, jo I thanë, ti si I dërguari I Zotit. Ti tha I biri lavirës. Nuk e pranuan dhe devijuan rrugën e Zotit. E devijuan rrugën e Zotit, sepse mos pranimi I një pejgamberi do të thotë mohimi të gjithë të tjerëve, është rregull. Sepse pejgamberët janë sikur se shtafeta e cila është në atletik, qofse njëri del nga gara, gjithë dalin nga gara, s'ka mundësi njëri me vazhdu garën. Ose e vazhdojnë garën të gjithë dhe arrinë në cak të gjithë, ose binë të gjithë. Kështu janë edhe pejgamberët, o I beson të gjithë. Nëse nuk besohet njëri prej tyre, humbet I gjithë zinxhiri I pejgamberëve të Zotit. Kur erdhi Isa alayhis salam pejgamberi I Allahut, jehudët pra nuk e besuan si pejgamber, ndërsa pasuesit e Isaut, që sot njihen si krishterët, e tepruan, duke I thënë biri I Zotit, duke I thënë Zot. E Allahu Jalla wa Ala e dërgoi vulën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për t'ju tregu të dy palëve që e keni gabim. Ju tha jehudëve, ky është dërguari I Allahut, nuk ka biri lavirës. Dhe ju tha të krishterëve, ky është robi I Allahut dhe pejgamberi I tij, dhe Zoti s'ka nevojë për fëmijë. I lartë dhe I patmeta është Zoti Jalla wa Ala. Lahu ma fis samawati wal ard. E tij u shkakon qiellin dhe tokë, s'ka nevojë për krijesa. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Zoti Jalla wa Ala nuk I ngjason askush nga krijesat e tij. Ai është gjithë shikuesi, gjithë dëgjuesi. Dhe kush e pason rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka pasur rrugën e Ademit, rrugën e Nuhut, rrugën e Hudit, rrugën e Salihut, rrugën e Musës, të Ibrahimit, të Isaut, të Davudit dhe Sulejmanit dhe gjithë pejgamberëve të tjerë. E kush e lën rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka lënë rrugën e pejgamberëve dhe është devijuar nga rruga e Zotit. E pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, gjithë këtë hyrje për me marrë vesh këtë hadith. Për me marrë vesh këtë hadith që ne do e sfigojmë të dashur vëllezër besimtar, sepse është festë e madhe, është festë e Bajramit, me poja që ne xhamatin sunen zam shpesh më javë sfigoj fenë e Zotit. Sepse kemi xhamat llojeve ndryshme. Kemi xhamat që janë të xhumave, kemi xhamat që janë të rregull çdo ditë, kemi xhamat të Bajramave, selve neve do të më sfigoj fenë e Zotit. Që nesra mos më thon hoxha s'na sfigu. Nuk kem ditë. E pejgamberi I Zotit thot në një hadith, të cilën transmeton Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu nga Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, thot inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba ardan. Shembulli im thot, me të cilin jam dërguar me te, me Kur'anin, me udhëzimin edhe me dijen, me dy, me udhëzimin dhe me ilm, me dijen, është sikur se shembulli I një shiu I cili e godet tokën. Sikur se shembulli I një shiu I cili e godet tokën. Dhe pastaj thot, فكانت منها طائفة طيبة قابلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير الكثير. Dhe pastaj I ndan tokat dhe thot, dhe ka prej tokave që janë shumë pjellore.
e pranon ujin, e pranon ujitjen, dhe ajo jep pastaj fryte shumë, jep bereqet shumë, jep bari, jep pemë, jep perime, të gjitha llojet e frutave jep, sepse është tokë e mirë, pjellore, e pranon ujin. Pastaj thot, wa kana minha ajadibu amsakat al-ma, fa nafa'a Allahu biha an-nas. Dhe lloji tjetër i tokës thot është ajo tokë e cila nuk është pjellore, nuk e pranon tokën, nuk e pranon ujin, po e ruan ujin në mënyrë që të kenë dobi të tjera prej saj. Dhe lloji i tretë i tokës thot është i padobishëm fare. As nuk e ruan ujin që të kenë dobi njerëzit e kafshët, po as nuk jep kurrë far fryti. Pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot: فذلك مثل من فقه في الدين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به. Pastaj po thot, shembulli i tokës i cili është tokë pjellore dhe jep fryta shumë, është sikur se shembulli atij njeriu i cili e pranon Kur'anin famlar që ju ardh me të, udhëzimin të cilin jam ardh me të, dijen, ilmin me të cilin jam ardh me të. Pra Resulullah sallallahu alaihi wasallam po ngjason dijen me shiun, dijen e Kur'anit dhe të Sunetit, po ngjason me shiun që vjen prej slarti. E zemrën ton po ngjason me tokën. Zemrën ton po ngjason me tokën. Pra ka zemër e cila e pranon lehtë Kur'anin, fjalën e Zotit xhalla xhelaluhu, fjalën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, urdhrat e tij dhe ndalesat e tij, dhe punon me te. Kjo është sikur se toka e cila jep shumë fryte. Jep shumë fryte, sepse e pranon ujin. Kështu është besimtari, dashur vëllezër. Kështu do të më qenë muslimani. A ka thonë Zoti në Kur'an, nuk ka diskutim këtë punë. Ka thonë Zoti xhallahu ala mu fal, do të më fal Allah, mos diskuto këtë punë. Allah ba hoqë, unë na ajo kjo më thot, thash, këta këto, ta nga hoqë, unë më imi të arsyetu, të Zoti xhallahu ala du të me dhonë përgjigje. Çdo arsye që ti dhe unë mundemi me dhonë për urdhrat e Zotit dhe ndalesat e tij, kur mëre si rregull jetësor, pa pare e ki, që këshilltarit i merr 800 euro në muj me të dhoni këshill, pa pare. Mere një rregull, mos u mundo kur më jo arsyetu krijesës. Mos ju arsyetu krijesës, por urdhrat e Zotit, për mos faljen e namazit, për mos agjerimin e Ramazanit, për mos kryerjen e haxhit, për mos dhënien e zakatit, mos ju arsyetu krijesës. Përgatite përgjigjen te krijuesi. Se kam të vetë, edhe ty edhe mu. Kam në vetë. Gjëja e parë që robi llogaritet për të në ditën e Kiametit kur ngritet më njëherë pas ringjalljes, është namazi i tij. Për të robim, pse bes e fal? Cila arsye? Pse s'ke agjeru, cila është arsye? Pse s'ke dhënë zakat, cila është arsye? Kum dhon. Ta kum dhon jetën. Kum bë krijesën më të nderuar, që shpjeguam fillim. I kum dhuru me lajket me tratë në sejdë. Ti kum mësu të gjitha gjërat, ishe ignorant. Na i ka dhënë Zoti jetën për me e njoft krijuesin e gjithësisë, jo me jetu në tokë, që shta i merr mendja neve. Po në bazë të asaj që Zoti e di mirë për neve. Kjo është zemra e mirë e cila e pranon këshillën, e pranon në urdhrin e Zotit dhe ndalohet nga ndalesat e Zotit. Sepse Zoti xhallahu ala i ka kriju të gjitha për neve në tokë. Gjitha krijesat që ekzistojnë në tokë janë të krijuar për njeriu që ta ketë më të lehtë jetën në tokë. Po jo çdo gjë që e ka kriju Zoti është e udhës që të hahet edhe të pihet. Ajo e kryen funksionin e vet si krijesë. E kryen ciklin jetësor, ciklin e jetës. Po nuk do me thonë që është halal për neve me ngranë. Sepse Zoti ka bërë gjërat të bishme për me ngranë, dhe jo gjërat e liga.
Ka lloj krijesë që secila e kryen funksionin e vet për me ekzistu dynjaja. Mirë, po do të thotë që ne e kemi halal me ngram? Jo. Po hoxha, pa jo krijesë e Zotit, po mirë dhe. Kur djani musafira, e qëtë një pul, mish pule, mish qenxhi, a i qëtë mish i ri që jetë macës. Allah, mi që diku një e reqë, a është nërë? Po krijesë e Zotit ajo hoxha, po krijesë e Zotit, po në tjetër funksion ka ajo. Së është për neve, së është për mu ngrane, kështu me ra. Zemra e dytë të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, është ajo zemrë e cila i ngjason tokës e cila e pranon ujin, s'është tjellore, e ruan për të tjerët. Kështu shembulli i besimtarit i cili është besimtar i mirë, i kryen urdhrat e Zotit dhe ndalohet nga ndalesat e tij. Merr dije atë sa ka mundësi, po nuk e kupton atë sa e kupton i pari. Mirë, po kanë dobi të tjerët, sepse ky kur t'ju tregon, edhe pse vetë se kupton mirë, ai që e merr vesh më mirë. Sikur se ujin që e ruan toka. Ajo toka s'ka dobi për veti, po e merr krijesa e Zotit edhe pën dobi. E pin njeriu, e pin kafshët dhe shpezët, dhe kanë dobi. Dhe kategoria e tretë e njerëzve, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bih. Dhe e treta thot është ai njeri ose ajo zemër e cila nuk e pranon udhëzimin e Zotit xhalla xhelaluhu. Nuk e pranon Kur'anin famlar të udhëzimin e Zotit. Nuk e pranon sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kur ti thush diçka nga feja, do të lebe se ato e të lindjes na jena në perëndim. Na shqitari jena agauq, po se agauq kinez është dhe që ti kimi mi kalëzove se që është shqitara ja. Me thonë, kur ti tregosh ti diçka nga feja, a i munod me pështjel, e me që pështjel, vetëm së me pranu. E kjo lloj e zemrës të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, thot janë ata të cilët as nuk e pranon udhëzimin, edhe as nuk e çon kokën fare për këtë pumbile. Është sikur sa ajo toka e cila s'ka dobi fare ta është shterë. Është shterë, as se pranon ujin, as nuk e ruan ujin që të kenë dobi të tjerët, as nuk jep bima, as fryta, as kujgjëç. E këta janë llumi i shoqërisë. Këta janë llumi i shoqërisë, të cilët fatkeqësisht shumë prej tyre kanë zonë vende se janë lista sot mjesin tonë. Shumë prej tyre janë vende kyçe, sikur se rasti i pranshëm i atij drejtorit së Arektas që unë lejoj ta me shpërndatha dhuratat për Bajram të se na jena 7 lajk. Ai i njëjti, domethënë për vitrit çan me dhurata, për krishtlindje të sos me dhurata. Domethënë, ky çifti i tij dhe shumë të tjerë kanë postë kyçe. Zemrat e tyre janë të ngurta, janë të mbyllura, janë të prishura. Ky nuk e din se në cilin tabor është. A është në taborin e Ademit a.s. Taborin e Zotit që ka kriju, taborin e të gjithë pejgamberëve, me radhë, apo në të iblisit. Edhe kollaj e merr vesh njeriu në cilën rrugë është. Vetëm ta din, vetëm del dhe të shikon, në cilën anë është. A është kana e Ademit, që Zoti xhallahu ala i dha dije, i dha mirësi, i dha udhëzimin, i dha të gjitha të mirat, dhe të pejgamberëve të tjerë, duke përfshi Nuhun, Ademin a.s., Nuhun, pastaj Ibrahimin, pastaj Musën, Isa dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që i thirrnin një njerëzit në virtyte të larta, në besim në Zotin xhalla xhelaluhu, i ndalonin nga besnytit, nga shirku, nga politeizmi, nga gjërat e ndaluara, apo jem nga ana e iblisit, i cili i thret njerëzit në të këqija, i thret njerëzit në vrasje, i thret njerëzit në vllavrasje, i thret njerëzit në gatresa, i thret njerëzit në harame. Kallaj pastaj e marr me vesh, a jem në rrugën e pejgamberëve, a jem në rrugën atyre që i luftojnë pejgamberët. Sepse nga një herë keqja, kur e mund të mirën, ai që është duke thirrë në të mirën, do këtë njeri i egër. Tonë ma i egër jam dështat, për në sytë të tyne. Të dojnë tajnë shekullit 12, 11.
Sepse na kur thrasemi në familje, që është loze pejgamberëve të Zotit, thonë familja është e shajt, nuk preket familja, duhet më ditë kush është baba, kush është nana në familje, respektin ndaj babës, ndaj nanës, ndaj vllat, ndaj të vjetrit, ndaj fëmijët, mëshira ndaj fëmijët, mësimi i virtyteve të larta, qoftë në shkolla, qoftë në xhami, qoftë në rrugë. Mos martesa me xhirit njëjtë, mos me bë këtë punë të njëjtë, mos me bë këtë punë adet, sepse kjo është haram i madh, është për gjinave të mëdha, është për gjërave që është ka ana e iblisit, jo ka ana e pejgamberëve. Të çekta, primitiva, jo këna thonë që ta janë primitiva. Pse? Sepse të keqen mundohen me vot mirë. Të keqen mundohen me vot mirë. E në qofse e keqja e mund të mirën, dhe njerëzit e mirë heshtin karshi të keqës, kjo rreziku më i madh për një popull. Rreziku më i madh për një popull është në qofse përhapet e keqja dhe heshtin njerëzit e duhur karshi të keqës, ja kanë hap dyrë dënimit Zotit xhallal xhelal. Ja kanë hap dyrë dënimit Zotit xhallal xhelal. Prandaj sado që mundohen edhe me ligj me bakit punë, prap kjo nuk kalon pa fol ne. Gojën nuk mujmë na inar. Sepse e dim që familja është e shajt. E dim që duhet me erujt familjen dhe traditën tonë. Apo do një islam tradicional, atëre, rune martesën që shduhet. Rune familjen ashtu si shduhet. Rune fëmijët nga degenerimi total. Rune nga ato që i shikojnë çdo ditë. Sepse jo sa herë që të vjen diçka e keqe është normale për neve, nuk duhet më u bë normale. Duhet me fol. E mos më u bë dejuza. E dejuz çka është? Leshtë e din si fjalë, dejuz në gjuhën arabe. Dejuz është kur dikujt i bëhet marrja brenda familjes dhe si shkuqet fytyra fare. Ç'ky është dejuz? Resulullah e ka mallku këtë njeri. Në i cili bëhet marrë familje dhe nuk i shkuqet fytyra. Më ul me gjithë rrobat të shtëpisë me kështu pikë badrin. A normale kjo punë? A normale? S'është normale. Çaj që është thot është normale, ai s'është normale. Edhe tipet si vlerë, ndërsa është antivlerë. Dhe neve duhet të flasim se për urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja e dallon në umetin islam nga umetet e tjera. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Thot Allahu jalla wa ala në Kur'anin Fesnik, jeni umeti më i mirë që ka ardhur ndonjëherë në faqen e tokës. Pse o Zot na jemi umeti më i mirë? Ta'muruna bil ma'ruf, urdhroni për të mirë. Urdhroni për të mirë. Sikur se ne që po mundohemi me urdhru për të mirë. I thonë me vllazën, fal nëse namazet shpëton, agjëro, se agjërimi shpëton. Jep zakat, ndihmoj atij që ka nevojë. Dili në krah atij që duhet mi dal në krah. Fol mirë aty kur duhet me e fol. Urdhrim për të mirë. Po jo vetëm kaq, me ndalu nga e keqja. Që bën dallimin e umeteve tjera është që ne urdhrojmë për të mirë dhe ndalojmë nga e keqja. Kur e shohim një të keqe, mundohemi me ndryshu. Qëse kemë mundësi me ndryshu me dorë, e ndryshoj me dorë. Në qoftë se nuk kemë mundësi me ndryshu me dorë, flasëm me gjuhë. Sikur se që flasëm tash, kundrejt të keqes. Në qoftë se nuk kemë mundësi as me fol me gjuhë, sepse vjen koha ndoshta që zguzon as me fol për të keqen, sepse ta bën me ligj, thot pe shkel filon ligjin, alan ligjin. E që në fund dul krejt kamuflazh, krejt për pare dul. Sepse erë Trumpin për shtet, javë që i poshtë krejt të punë. Ta ketë për pare ju nga këtu. Ketë ju në shqitë për pare, s'ka ku një farë bindje këtu. S'kem nevoj, thana, me dhonë pare për ta njerës. S'kem nevoj me dhonë pare për njerës të cilët mund me ndryshu gjinit edhe me ju shqitë njerëzve pralla. Dul ketë kamuflazh, dhe ketë për pare, kur gjë s'ka bindje këtu, kur gjë s'ka fej, kur gjë s'ka moral, kur gjë s'ka etik, s'ka diçka që t'je për mirësi. E neve jem që urdhrojmë për të mirë dhe ndalojmë nga e keqja. Qofse ke mundësi me dorë, e ndryshon me dorë, sidomos në familje. Ke mundësi me fol me gjuhë, dhe nuk dush me unal për me fol me gjuhë. Dhe jo veç me alon hoxhallarëve dorë me thon veç hoxhallarët e kanë obligim me urdhru për të mirë dhe me ndalojmë nga e keqja.
po gjithë së bashku e kem për detyrë me rujt venin nga degenerimi. Në qoftë se s'kem mundësi atër as me fol, atër e dashur vëllezër, e urrejmë me zemër, kjo është imani më i dobët. Kjo është imani më i dobët, për arsye se keqen mundohemi me urrejt me zemër, mirë po është në mesin tonë na sillet rrethët, edhe ne jetojmë me te. E kjo është rreziku më i madh, ashtu si thash në fillim, për një popull të cilët i përhapet e keqja dhe nuk reagojnë dhe nuk thrasin në të mirë dhe nuk dalojnë nga keqja. Andaj dashur vëllezër besimtar, ky hadith i Resulullah sallallahu alaihi wasallam është madhështor që neve më na i tregu rrugën e drejtë. Dhe me e pyet secili veten tonë, në cilin tabor i kem zemrën tonë? Zemra jonë në cilin vend është? Sepse zemra e njeriu dohet në 3 kategori, në 3 lloje. Në bazë të këtij hadithi, zemra e njeriu dohet në 3 lloje. Jo në aspektin mjekësisë, në aspektin shpirtëror. Zemra e pastër, që është kategoria e parë, e lutem Allahun që të jem prej tyre. Zemra e smut, jo në aspektin mjekësor, por shpirtëror, e cila e pranon, po nuk ka shumë dobi, po e ruan për të tjerët, dhe zemra e vdekur për së gjallë. Zemra e vdekur për së gjallë. Të janë 3 kategoritë e zemrave në Islam, e cila është e vdekur. E zemra e vdekur i thuhet asaj zemra e cila kur i urdhron për diçka nuk merr vesh, kur e ndalon nga diçka nuk merr vesh, është e njëjtë, pra është e mbyllur, është e vdekur për së gjallë. E kjo është zemra më e rrezikshme për arsye se lloji i tillë i njerëzve nuk i bëjnë dobi as vetes së tyre, nuk i bëjnë dobi as shoqërisë në të cilën jetojnë, nuk i bëjnë dobi as, domethënë, ummetit Islam në përgjithësi, por vetëm se ju sjellin sherrë dhe telashe që ne i shohim për ditë, domethënë, nga këta njerëz të cilët neve na shesin moral dhe na shesin mend, mirë po ja që Zoti xhalla xhelaluhu don shpesh që ndon ngjarje në dynja dhe ja fshet në shesh të gjitha, domethënë të palarat dhe të gjitha ato të cilat neve janë munduar të na shesin nga morali, mirë po e dim fort mirë që njeriu i mençur i ka 2 kokë ramen në kokë dhe e din që Islami është dini i Zotit xhallahu ala, na urdhëron për të mirë, na ndalon nga keqja, na bën të sillemi mirë edhe me armikun, e lërëm me mikun, prandaj to na i mëson Islami neve dhe na i mëson gjithashtu edhe Ramazanit, të cilën neve sapo e përcjellëm për arsye se është muaj i mëgatshëm, është muaj në të cilin Allahu xhallahu ala çon bereqet, çon vllazniallak, çon bashkallak, në mënyrë që neve të jemi sa më unik, sa më trup, në mënyrë që të përballojmë sfidat të cilat janë shumë të mëdha, sidomos për popujt e vegjël në dekadat e ardhshme, për arsye se vetëm uniteti dhe vetëm bashkimi dhe vetëm kapja për fenë e Zotit xhallahu ala ashtu siç duhet, neve mund na hyn në punë në mënyrë që të përballojmë sfidave të radhës, duke lutur Allahun azza wa xal që të na fal neve dhe juve, na bashkojnë në xhenetin e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.